Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu rrjetet sociale I quan armë. Është nënshkruar një marrëveshje 6 mujore në vlerë prej $45 milion me YouTube-en e Google-it dhe një kompani e marketingu. Fushata e paguar me influencues, e cila thuhet se paguan rreth $7.000 për postim. Që nga tetori I vitit 2023, rrjetet sociale janë njëkohësisht hapësirë për dëshmi të përgjakshme nga Gaza dhe fushbeteja ku qeveria izraelite përpiqet të formsojë atë që publiku sheh. E dini çfarë është më e keqja? Izraeli ka mbështetje në rrjeteve sociale në gjithë këtë. Në raportin e saj të dhjetorit të vitit 2023, Human Rights Watch dokumentoi heqjen dhe shtypjen sistematike të përmbajtjeve të lidhura me Palestinën në Instagram dhe Facebook, duke arritur në përfundim se politika dhe sistemet e moderimit të përmbajtjes së metës kontribuan më tej në fshirjen e vuajtjes palestineze. Indeksi I të drejtave digjitale për vitin 2024 I Sada Social regjistroi mbi 25.000 raste të heqjes ose sabotimit të përmbajtjes palestineze me rritje shtesë gjatë vitit 2025. Meta përveç kësaj raportoi edhe gabime teknike nga tetori I vitit 2023, një defekt në përkthim që tek profilet pro-palestineze shtonte fjalën terrorist si dhe një rënje të përkohshme të shtrirjes, të cilën e shpjegoi si defekt teknik pasi përdoruesit e Instagramit, Facebookut, X-it dhe TikTokut raportuan cenzurimin e përmbajtjes pro-palestineze, nga heqja e postimeve deri te shadow ban, që fsheh tazie zvoglon dukshmërinë. Meta vitin e kaluar njoftoi gjithashtu ashpërsimin e heqjes së përmbajtjes së drejtuar kundër cionistëve, edhe kur nuk kishte të bënte qartë me lëvizjen politike, gjë që kritikët e shohin si vazhdim të moderimit të njëanshëm. Por mbi politikat e Metas ndikojnë edhe lidhjet kadrovike. Jordana Kettler, ish zyrtare e lartë e qeverisë izraelite që nga viti 2016 drejton politikën e Facebookut për Izraelin dhe diasporën hebreje. I am proud that Meta's commitment to addressing anti-Semitism on our platforms has remained steadfast, especially after October 7th. Siç raportojnë mediat, në Meta punojnë edhe mbi 100 ish pjesëtar të ushtrisë dhe shërbimeve të inteligjencës izraelite. Përveç kësaj, aty është edhe drejtori ekzekutiv I Instagramit, I cili gjithashtu është izraelit, ashtu si vetë pronari I Metës, Mark Zuckerberg. Edhe TikToku është kritikuar pasi ka angazhuar një ish instruktor të forcave izraelite si menaxher për gjuhën e urrejtjes. Përveç kësaj, disa hetime kanë ndjekur edhe përpjekjet e Izraelit për të ndikuar edhe në Shtetet e Bashkuara si shtet. Në mes të vitit 2024 dhe New York Times dhe Politico raportuan për një operacion të lidhur me Izraelin që përdorte qindra llogari false për të synuar të paktën 128 ligjvënës amerikan me mesazhe të koordinuara pro-izraelite. Meta më vonë ndaloi kompaninë e marketingut të lidhur me atë rrjet. Gjatë periudhës 2024-2025, Vajret raportoi për disa reklama të Google, të financuara nga qeveria izraelite për të diskredituar UNRWA-n. UNRWA paralajmëroi publikisht se dezinformata po përdorej për të minuar ofrimin e ndihmës. Qeveria izraelite mund të financojë ndikimin, platformat mund ta rregullojnë feedin, por megjithatë gazetarët palestinesë nuk e ndalin kamerën, që nga nata e parë deri sot. Transmetimet live dhe postimet tregojnë realitetin që shumë kush ka përpjekur ta heshtë. Edhe përdoruesit vetë kanë raportuar për problemet me algoritmet. Për shembull, Muhammed Darwish krijoi faqen freepalestinebuy.py, një faqe ku nëse shkruan Gaza, automatikisht ndryshohet në Gaza, të cilën përdoruesit më pas mund ta kopjojnë dhe të ngjisin në rrjetet sociale, duke ngatruar algoritmet dhe shmangur fshirjen dhe cenzurën e postimeve. Një shembull tjetër, postimi All Eyes on Rafah tregoi se çfarë bën publiku I lidhur me të vërtetën, e shpërndan përtej kufive, gjuhëve dhe vijave të kohës, derisa bëhet e pamundur ta injorosh. Postimi është shpërndar më shumë se 47 milion herë nga përdorues të Instagramit për fshir personazhe të njohura si Dua Lipa, Lewis Hamilton si dhe Gigi dhe Bella Hadid. Përpjekjet për të kontrolluar narrativin nuk arritën të heqnin zërin e gazetarëve nga Gaza, ndërsa njëkohësisht zbuluan edhe kufit dhe gënjeshtrat që fshihen pas propagandës izraelite, duke ndihmuar në ndryshimin e perceptimit global për çështjen palestineze.